Atë që udhëzon i madhi Allah nuk ka kush e devion, dhe atë që devion i madhi Allah nuk ka kush e udhëzon. Salavatet, selamet, përshëndetet tona ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ngushtë, shokëve të tij fisnik dhe trima, dhe mbi ata musliman të cilët e dëshmojnë në veten me fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Xhamat e pranishëm, sot do ta shpjegojmë një ajet, ku ky ajet gjendet në suratul Dhariyat, ajeti 56, ku Allahu xhalla shanuhu i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam: O Muhammed, thuj njerëzive, fefirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin. O njerëz, ikni drejt Allahu xhalla shanuhu, se one, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, se one Allahu xhalla shanuhu më ka dërgu që t'jem qortues, t'ju atregoj gjendjen e njerëzve të cilët kanë qenë më herët, ata të cilët nuk e kanë ngu Allahun xhalla shanu, Allah i ka shkatru. Për këtë shkak njeriu duhet të ikë drejt Allahu xhalla shanu. Andaj muslimani në këtë botë duhet të ikë drejt Zotit, me shku ka Allahu xhalla shanu. Se çdo ikje çka largohet njeriu nga Allahu, nuk ka siguri, nuk ka qetësi, nuk ka mbështetje. Nëse njeriu largohet nga Kur'ani, nëse njeriu largohet nga namazi, nëse njeriu largohet nga taubeja, nëse njeriu largohet nga duaja, andaj nuk ka siguri në jetën e vete, nuk ka mbështetje në jetën e vete. Ai ka frikë, çdo herë do të jeton me frikë, çdo herë do të jeton me stres. Pra edhe Allahu xhalla shanu thot me një ajet: "Faman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Ai cili ja kthen shpinën Allahu xhalla shanu, Allahu atina do t'i jep një jetë të ngushtë, një jetë me stres, një jetë pa sigurt. Andaj për këtë shkak njeriu në dënjo, ose ki me shku drejt Zotit, ose njeriu largohet prej Allahut. Ai cili largohet prej Allahut, ai s'ka siguri, ai ka frikë çdo herë. Ama njeriu i cili shkon te Allahu, shkon me namaz, hik drejt Zotit, shkon me taube, shkon me istighfar, shkon me namaz, e shkon me agjërim, e shkon me sadaka, e shkon me hax, pa dyshim se ka me gjetë sigurin, ka me gjetë qetësinë, ka me gjetë mbështetjen e Allahu xhalla shanu. Andaj Ramazani është muaj i faljes. Njeriu në këtë botë, njeriu në këtë Ramazan duhet të kërkon falje te Allahu xhalla shanu. Për shkak se Ramazani është muaj i faljes. Andaj ne kemi obligim që ne me kërku falje te Allahu xhalla shanu, që Allahu më na fal. Do t'i cekin disa shkaqe, disa sebepe, cilët janë ata të cilët nëse i bën do një musliman, do njeri Allahu xhalla shanu do ta fal. Do t'ja fal mëkatet e kështu me radhë. E para është shkaqet që Allahu xhalla shanu me t'i fal gjunahet, mëkatet e tuaja është duaja. Me bo dua, me bo lutje, me lutë Allahun xhalla shanu iftar, me lutë Allahun xhalla shanu sifir, sepse Allahu xhalla shanu zbret në qiellin e dunjas në kohën e sifirit dhe shikon në robët e vet, a thu vallë, ka ndonjë prej tyre që kërkon lutje apo kërkon për Allahu që Allahu më fal. Nëse ne i marrna ajetet e agjërimit, ku Allahu xhalla shanu neve na shpjegon, na obligon agjërimin duke na thonë: "Ja ju alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Kjo është ajeti ku Allah neve na tregon se e keni obligim ju agjërimin. Pastaj Allahu xhalla shanu vazhdon në Ramazan, Allahu e ka zbrit Kur'anin, e mesin e ajeteve të agjërimit Allahu e cek një ajet duke na thonë: "Wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani." Allahu xhalla shanu na thot mesin e ajeteve agjërimit se për punëve të agjëruesit është edhe me bë dua, me shfryzu Ramazanin me dua. Se është një nga momentet ku nëse njeriu bën dua, Allahu xhalla shanu ia fshin gjunat. Çka dush me bë dua? Bën dua për mëkatet e tuaja. Bën dua që Allah me të amnestu nga zjarri i xhenemit. Bën dua për familjen tënde. Shfaq që Allahu xhalla shanu kërkesat e tuaja me lot në sy. Edhe bën në fukara, i thua Allah tu Allah. Në kohën e sifirit, gjatë ditës,
Kërkoj prej Allahu Gjellëshanu që Allahu me t'i falë gjunat. Për atë Allahu Gjellëshanu neve në thotë wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nëse robi jem pyet Allahu Gjellëshanu për mu, kërkon për me, thuj atina, tregoj atina që unë më afër se damari i qafës. E kemi Allahun në veti. E kemi Allahun më afër se damari i qafës. Vetëm se e jonë është me lutë Allahun Gjellëshanu. Agjëruesi duhet me shfrytzu agjërimin me e lutë Allahun. Një nga punët e agjëruesit është lutja jote, sepse Allahu Gjellëshanu me lutjen tënde ti fal mëkatet e tuja. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadith kutsi, ku thot Allahu Gjellëshanu: Ja ibn Adem, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. O biri Ademit, thot Allahu Gjellëshanu, nëse njeriu i lutet Allahu Gjellëshanu dhe shpreson tek i madhi Allah, Allahu Gjellëshanu thot ghafartu laka, kam e t'i falë gjënat, wala ubali, dhe nuk ka rëndësi se sa gjënat ke ti. Nuk më intereson mu sa gjënat ke ti, thot Allahu Gjellëshanu. Vetëm e jotja është ti me lutë Allahu Gjellëshanu. Lutë Allahun. Allahu Gjellëshanu thot gafertu leke, kam e t'i falë gjënat, wala ubali. Nuk më intereson mu, a thu ki një gjënat, a ki 1 milion, a ki 2 milion, a ki e shumë. Vetëm me lutë Allahun Gjellëshanu që Allahu me t'i falë gjënat e tuja. Pashtu thot Allahu subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Thot Allahu Gjellëshanu, kërkoni prej meje që unë me va përgjigj, me ju përgjigj juve. E jona është me i kërku Allahu Gjellëshanu. Ama nëse Allahu t'i pranon duajat, shumë keq është, shumë njeriu i keq i poshtë është ai njeriu i cili kur Allahu ja pranon duan edhe e le duan pastaj. Se ka njerëz i e lut Allahun, Allahu ja pranon duan edhe pastaj thot e kryta punën time. Thot Allahu, ky njeriu është shumë i keq në dunjë. Por ne duhet ta lutemi Allahun vazhdimisht, si në Ramazan si jashtë Ramazan, se nuk ka zgjidhje tjetër. Vetëm ne duhet të më ukthit te Allahu me dua. Nëse ne largohemi prej duas, ta dimi se s'ka kush që na ndihmon. Ama nëse ne shkojmë te Allahu, ikmi te Allahu me dua, ta di se kina me gjetë Allahun subhanahu wa taala. E dyta, prej punëve që Allahu Gjellëshanu me t'i fshirë gjunat është istighfari, me kërku falje. Me thonu Allah, ma falë dhe mëkatin, ma falë gjunahin, mi falë mëkatet, mi falë gjunat e mija, që i kam bo që 11 muaj e rësht, në Ramazan kërkoj prej Allahu Gjellëshanu falje, istighfar. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ma hadith kutsi që anise me kallxu, thot Allahu Gjellëshanu, ja ibn Adem, o biri Ademit, lo balagat dhunubeke anan as-sama. Nëse mëkatet e tuja arrin deri në qiell, thumë stakfirteni, pastaj kërkon për meje që Allah me t'i fal, ta di se Allahu Gjellëshanu thot gafertu lek, kam i t'i fal mëkatet. Vetëm ti me kërku falje, me thonë stakfirullah, o Allah, falmi gjunat, falmi mëkatet, ceke mëkatin e madh. Nëse ke bën mëkate të mëdha, ceke te Allahu Gjellëshanu. Në Ramazan, 11 muaj, nëse ke bën mëkate, mrena këtyre 11 muaje, andaj çat gjunojnë e madh, ceke në dua dhe thuj, o Allah, çat mëkat kërkoj falje. Se istighfar është me kërku falje te Allahu Gjellëshanu për gjunat, për punët e tona. Nuhi alayhis salam, se istighfar e xhamat e parnishëm, cjell shumë të mira. Cjell bëllëk, cel pasuri, cel familje, cel evlat, andaj cel bëllëk në pasuri. Edhe nëse je fukara, Allahu Gjellëshanu cel pasuri, çka ti ndoshta nuk e mendon ka të vjen, nëse njeriu kërkon prej Allahut istighfar. Andaj Nuhi alayhis salam i tha popullit vet, "Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara." Nuhi alayhis salam i tha popullit vet, kërkoni falje te Allahu sepse Allahu është falës shumë i madh. Yursilu sema aleikum midrara. Ai cili kërkon falje Allahu Gjellëshanu e lishon bëllokun nga qielli.
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Ai cili kërkon falje Allahu xhelle shan e shlon bejllokun nga qielli, edhe ju ashton pasurinë dhe u ashton familjen e juaj. Allahu xhelle shanu, ai që kërkon falje e ka edhe xhenetin te Allahu subhanahu wa taala. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الله جل شانه. Ata të cilët bëjnë punë të këqija, bëjnë vepra të këqija dhe kërkojnë prej Allahut istighfar, pa dyshim se Allahu xhelle shanu ka më vafal. E treta është besimi në Allahun xhelle shanu dhe mos me I bë Allahu ortak. Për me t'i falë Allahu xhelle shanu gjuna, dush me kon musliman, dush me pas iman, dush me pas besim. Thot Allahu xhelle shanu me hadithin kutsi, thot ja ibn Adem, o biri Ademit, inneke law atejteni bi kurabil ardi khataya. O biri Ademit, nëse ti vjen tek une me mëkate sa si përfaqe e tokës, ama vjen tek Allahu dhe nuk I ban Allahut ortak shirk, Allahu xhelle shanu po aq ka me ardh me falje. Sa ki bo gjuna, qaq Allahu ka me t'i fal gjunat e tuja, vetëm me një kusht që ti mos me I bo shok Allahu xhelle shanu në adhurim. Mos kërko prej Allah, mos kërko jashtë Zotit. Mos ju mbështet jashtë Zotit. Mos prej kurban jashtë Allahut. Andaj nëse njeriu nuk I ban shirk ortak Allahut në adhurim, edhe nëse ban mëkate sa është si përfaqe e tokës, thot Allahu xhelle shanu, gafertu leke ka me t'i fal gjunat. Andaj për me t'i fal gjunat, duhesh me kon musliman, edhe s'duhesh me I bu shirk Allahu subhanahu wa taala. Kur vjen Amr ibn Asit te pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe I thot ja Rasulullah, po du me pranu Islamin. Pejgamberi alayhi salatu wasallam thot zgate dorën. E ki pasi e zgat dorën Amr ibn Asi e largon. Pejgamberi alayhi salatu wasallam I thot çka çtini me largu dorën? Tha po du me pranu Islamin ama me një kusht, që Allahu xhelle shanu me mi fal gjunat. Atë pejgamberi alayhi salatu wasallam thot a nuk e din se Islami, momentin që ti e bën musliman, momentin që ti ja ke dhënë besën Allahu t'i fal gjunat e tuja. Momentin që ti ke bu hijret, Allahu xhelle shanu t'i fal gjunat e tuja. Andaj Islami, besimi, imani t'i fal mëkatet e tuja. Është një nga sebepet që me t'i fal mëkatet e tuja, ky iman, ky besim çka e kemi ne, fal Zotit Allahu neve na ka pru, pa e kërku, ama ku ta kërkojmë xhenetin, pa dyshim se Allahu xhelle shanu me kërkimin tanë që e kërkon prej Allahu xhenetin, inshallah Allahu xhelle shanu na bën nasib. E katërta dhe e fundit është amal saliha, punë e mira. Andaj me punë e mira Allahu xhelle shanu t'i fshin gjunat. Në këtë Ramazan elhamdulillah është një mejdan I madh I sevapeve. Është mejdani I sevapive, I namazit, I agjerimit, I duas, I sadakas. E kështu më radhë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, mes dy xhumojave Allahu xhelle shanu t'i fshin gjunat. Mes dy Ramazaneve Allahu xhelle shanu t'i fshin gjunat. Mes dy umreve Allahu xhelle shanu t'i fshin gjunat. Po ashtu thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, ai njeri I cili merr abdes, dhe vjen dhe I fal dy recate dhe e lut Allahun xhelle shanu për mëkatin që e ka bë, pa dyshim se Allahu xhelle shanu ka më fal gjunat. Andaj punët e mira t'i fshin gjunat e tuja. Innal hasanati, thot Allahu xhelle shanu, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Me të vërtet punët e mira t'i fshin gjunat e tuja. Andaj një nga punët që ne duhet ta shpeshtojmë në Ramazan është të bëjmë sevape sa më shumë. Të bëjmë punë të mira sa më shumë. Jo me thonë valla unë po agjeroj edhe pik, Allahu ka më fal. Po, agjerimi ti fal, ama çu dhe falë namazin. Çu dhe jep sadaka, çu dhe lexo Kur'an, çu dhe merr abdes fal nafile, fali taravih. Andaj me punë të mira Allahu xhelle shanu ti fshin gjunat. Për këtë çka Ramazani është muaj I faljes. Andaj ikta Allahu duke Allahu me ti fal gjunat me çka? Me dua, me punë të mira, me iman, me istighfar e kështu me radhë. Sepse thot Allah fefirru ila Allah, ikni drejt Zotit. Nëse ne shkojmë te Allah, pa dyshim se edhe Allahu xhelle shanu ka marrë. Ama nëse ne largohemi prej Allahut, edhe Allahu xhelle shanu do të largohet prej nesh. Elusim Allahun subhanahu wa taala që ky Ramazan të jetë nga ato Ramazane që Allah më na amneston nga zjarri I xhenemit. Elusim Allahun subhanahu wa taala që këtë Ramazan Allahu xhelle shanu të na fshin gjunat e tona. Elusim Allahun subhanahu wa taala këtë Ramazan Allahu të na bën nasib
جنة الفردوس آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemi në ditën e gjumos se vapi madh këtë ditë me çu salavat në pejgamberin alayhi salatu wasalam, ai musliman i cili çon salavat një herë Allahu dhe me laçi do të bëjnë dua edhe të herë. Ne çem salavat duke thënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.